festivali Mojësiu që duhet të mbaj vitin që shkoj te ju në Kosovë, por nuk u mbajt. Do mbajt si vjet, si janë rrethanat? Fatkeqësisht vjet nuk u mbajt për disa arsye që për mua nuk jam pajtu me to në asnjë mënyrë, përveç festivalit Mojësiu që kemi obligim në një bashkëprodhim që vjet ka qenë një farë pakete me Mojësiun, por nuk është ma pak i rëndësishëm se Mojësiu, e shpeshherë besoj që është më i rëndësishëm se Mojësiu, se Mojësiu zgjat 8 ditë, pa çka se është në festat e nëntorit është shumë e rëndësishme për shkak simbolikës, por ka ndodhur një bashkëpunim, një bashkëprodhim mes 3 teatrave me aktorë prej Maqedonisë, Kosovës e Shqipërisë për 2 muaj tonë bashkarisht kam punu, edhe ajo shfaqje nuk bën me mbet. Nëse më thuhet që a bën me dështu njëna, tham nuk bën asnjëna, por nëse vjen puna, unë mendoj që këto bashkëprodhime që zgjasin 2 muaj janë shumë të rëndësishme, e s'bën në asnjë formë me mbet mrapa as Emira e Santorit, që regjisor ka qenë Kushtrim Bekteshi, e që aktor kanë qenë thujse gjithë ata aktorë shqiptarë që kanë mujtë me marrë pjesë, për 2 muaj ditë na kalu shumë mirë, na kanë pasmeto 4 ditë me bëj shfaqjen, po besoj që ato 4 ditë kanë mo atëherë ke greva, besoj që ata kanë pas drejt në kërkesa ju në grevë, por megjithatë, mendoj që është e rëndësishme se ato 4 ditë nashta janë shumëzuar me 4, ndoshta duhet 16 ditë, 24 ditë, për mu rikthy ai bashkëprodhim, por mendoj që edhe ajo është shumë e rëndësishme. Mojësiu do të vazhdoj, do të mbohet. Do të varet si vjet në Kosovë apo ku? Nuk mund garantoj si vjet, po Mojësiu ka me vazhdu gjithçysh.